kështu shkoj gjëja. Më falë, më duket mua, Balina para se të kaloj te ty, më duket mua ju keni një ftoje të vogël me njëra tjetrën. Çështja është ne nuk shikoni as njëra tjetrën në sy. Shikoni në sy, bëni terapi. E kemi se të respektojmë ty, Omegi. Okej, faleminderit. Ne nuk kemi që nas njëra shumë të ngrohta, shumë të ftohta, kështu që unë nuk e kam parë në fakt Antonetën që t'ishte sulmuese, më tepër e pash Antonetën si një person që nuk donte të identifikohej me asnjë ka. Dhe kjo gjë në vetvete e bënte atë të sulmueshme dhe Luizi aty brenda e ka këtë strategji, do të vendosi kufin me çdo që hyn. Antoneta, ama nga ana tjetër ishte pa përgatitur për atë që ishte në fakt ishte shablon. Çdo lojtar i ri që hynte në shtëpi, Luizi ka një sjellje, kështu e ka patern atë sjellje. Sa do thësh, patern i njohur nga jashtë, sepse pikërisht vendos kufint dhe e vendos në këtë mënyrë. Kjo do të thotë dhe unë e kam bindje që një pjesë e madhe e daljeve të banorëve të rinj, ose e mos çuarjes deri në fund, ose e asaj që ne e shpresim një pak kënaqësi në raport me lojën që nuk gjeneron aq shumë etj, ka të bëjë pikërisht me ndoshta me mungesën e ambicjes realisht për ta fituar lojën. Në kuptimin që të gjithë ata po të pyesësh, të gjithë të thonë unë kam hyrë për ta fituar, por e vërteta është unë e kam bindje tashmë që jo të gjithë hyjnë për të fituar, ose